Mjeku çudit botën, veza e zjerë shëron këto sëmundje, ja mosha që duhet t'i konsumoj urgjent. Të ngrënit vezë në mëngjes sjell një mal me përfitime shëndetësore fal proteinave dhe yndyrnave të shëndetshme, të cilat ajo i posedon. Sipas Healthy Side, ju duhet të konsumoni vezë të zjera çdo mëngjes për të marrë këto përfitime. Vezët ju mbajnë të ngopur për më gjatë, më shumë se sa tosti ose drithrat. Proteina dhe yndyrnat e vezës sigurojnë nivele të larta të energjisë, duke ju mbajtur juve të ngopur deri në vaktin ushqimor të drekës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Vezët ndihmojnë gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Studimet kanë treguar se njerëzit që hanë vezë në mëngjes kanë të ngjarë të humbasin peshë më shpejt se sa të tjerët që hanë ushqime të tjera në vaktin e parë ditor. Vezët janë një burim i madh i proteinës. Vezët përmbajnë sasi të mjaftueshme të proteinave të nevojshme ditore si aminoacide, ashtu edhe të proteinave. Vezët ju ndihmojnë në zhvillimin e trurit dhe në forcimin e mbajtjes mend. Kolina, ushqyesi esencial tek veza, stimulon trurin dhe funksionet e tij. Vezët janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin e syve. Të dy antioksidantët që posedojnë vezët, lutein dhe zeaxanthin, mbrojnë syt nga dëmtimet e rrezeve ultravjollës. Gjithashtu, ushqimi në fjalë mbron shëndetin e syve dhe jep rezultate të mira për organizmin tuaj. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore në ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membranën dhe ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose verbëria. Vezët janë të pasura me yndyrna cilësore. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin rrezikun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e niveleve të insulinës në gjak e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Vezët janë të pasura gjithashtu me proteina. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinës. Organizmi ka nevojë në proteinë për forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmojnë organet e trupit të mundësojnë struktura të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Vezët janë të mira për të pasur kocka të forta. Vezët e zjera janë të pasura me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë gjithashtu edhe më i fortë. Nëse doni të përfshini vezën në dietën tuaj, këshillohet që të konsumohet veza e zjerë, pasi do ju ndihmojë gjithashtu në kontrollin e oreksit dhe në peshën trupore. Fal aftësive të tyre për të ngopur, vezët e zjera mund të zvogëlojnë dëshirën për ushqime gjatë ditës, duke qenë një zgjedhje ideale për mëngjes për çdo që kërkon të menaxhojë peshën e tyre. Vezët janë të mira gjithashtu në balancimin e niveleve të kolesterolit. Megjithëse dikur vezët shikoheshin si problematike për shkak të kolesterolit që përmbanin, studimet e reja tregojnë se konsumi i moderuar i tyre mund të rrisë kolesterolin e mirë dhe të përmirësojë raportin me kolesterolin e keq. Vezët ndihmojnë gjithashtu në forcimin e muskujve. Proteina cilësore që gjendet te veza kontribuon në rindërtimin dhe forcën e masës muskulare, veçanërisht ata që ushtrojnë ose janë në fazën e rikuperimit pas dëmtimeve. Vezët do të përmirësojnë gjithashtu edhe funksionet tuaja të trurit. Vezët janë një burim i shkëlqyer i kolinës, një lëndë ushqyese që luan një rol kyç për kujtesën, për qëndrimin dhe shëndetin e përgjithshëm të trurit. Marrja e mjaftueshme e kolinës ndihmon në ngadalësimin e rënies së aftësive njohëse, sidomos ato që lidhen gjithashtu edhe me kalimin e kohës. Vezët janë një burim i shkëlqyer i proteinave. Janë të larta në vitamina dhe minerale dhe ndryshe duke përfshirë vitaminën A, vitaminën B, B12, D, jod, folate të tjera. Të vegjëlit mund të hanë një vezë në ditë. Vezët janë të pasur me ekur, folat, proteinë dhe acide yndyrore omega 3, të cilat ndihmojnë në rritjen e qelizave dhe zhvillimin e trurit dhe plotësimin e kërkesave tuaja ditore për proteina. Një i rritur tipik i moshuar mund të hajë 7 vezë në javë. Vezët e zjera i bëjnë kockave më mirë edhe me kalimin e moshës, ato do t'i furnizojnë me vitaminën D që ndihmon trupin në përthithjen e kalciumit për shëndetin e kockave.
Të verdhat e vezëve përmbajnë antioksidant, lutein dhe zakanthin, të cilët reduktojnë rrezikun e formimit të kataraktit dhe gjithashtu degenerimit makular. Vezët e zjera janë një opsion i thjeshtë dhe ushqyes. Një vezë e madhe e zjerë përmban 78 kalori, duke siguruar një ekuilibër të mirë të proteinave, yndyrnave, vitaminave dhe mineraleve thelbësore. Gatimi i ruan shumicën e lëndëve ushqyese tek veza, duke bërë atë një zgjidhje të përshtatshme për një vak të shpejtë dhe të shëndetshëm. Vezët janë të pasur me proteinë të cilësisë së lartë, ato përmbajnë të gjitha aminoacidet thelbësore që nevojiten trupit për rritjen dhe rikuperimin optimal. Ato janë gjithashtu një burim i shkëlqyer i vitaminave, stimulojnë prodhimin e energjisë dhe mbështesin shëndetin e kockave. Përveç kësaj, vezët e zjera përmbajnë kolin, një lëndë ushqyese e rëndësishme për shëndetin, gjithashtu edhe për zhvillimin e trurit tuaj. Konsumi i vezëve të zjera në dietën tuaj mund të mbush edhe dietën tuaj me ushqyes vital, nga proteina në ndërtimin e muskujve deri te vitamina B. Ekziston një dietë popullore që përmban vezë të zjera, megjithatë nuk rekomandohet për të gjithë. Vezët janë të pasura edhe me yndyrra cilësore. Një vezë e zjerë përmban rreth 5 gram yndyrë. Yndyra është një komponent i rëndësishëm kur merret veza e zjerë, për shkak se proteinat e yndyrës ju ndihmojnë të thithni më mirë të gjitha vitaminat e mrekullueshme të yndyrës që gjenden tek veza. Veza gjithashtu është e pasur me vitaminën D. Një vezë përmban më shumë se 10% të konsumit të përditshëm të vitaminës D, e cila është veçanërisht e rëndësishme për tu marrë gjatë dimrit. Vitamina D është faktori i nevojshëm për absorbimin e kalciumit, duke ndikuar kështu në shëndetin e dhëmbëve dhe të kockave tona. Ato gjithashtu zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve kronike, të tilla si diabeti tipi 2 e të tjera. Vezët e zjera do të ofrojnë proteinë cilësore. Një vezë e zjerë përmban 6 gram protein, duke bërë atë një vak të përkryer proaktiv për zyra ose pas tërvitjes. Edhe pse një vezë përmban vetëm 80 kalori, vezët rrisin ndjesën e ngopjes dhe ndihmojnë në humbjen e peshës për shkak të përmbajtjes së lartë të proteinave dhe profilit të gjerë ushqyes që ato posedojnë. Vezët përmbajnë element mjaft të mirë ushqyes për mbrojtjen e organizmit dhe këshillohet të konsumohen vazhdimisht në formën e tyre të zjerë. Kështu ndikimi që do t'japi në shëndetin tuaj të përgjithshëm do ta bëjnë atë një nga produktet më të mira për të konsumuar në përditshmëri. Vezët zakonisht mund të konsumohen çdo mëngjes, sepse janë të thjeshta edhe për të përgatitur. Sigurisht që mund të keni shumë gatime me përfshirjen e saj. Veza është e pasur me vlera ushqimore të domosdoshme për trupin ton, nëse këto të mira përthithen që në mëngjes do të jeni plot me energji gjatë gjithë ditës. Vezët, sidomos ato të zjera, bëjnë pjesë në listën e 10 super ushqimeve më të mira. E bardha dhe e verdha e vezës përmbajnë sasi të madhe të proteinave. Ja përfitimet që do të merrni nga konsumi i vezëve të zjera çdo mëngjes. Vezët do të përmirësojnë të përqendroheni më mirë dhe gjithashtu të mbani nën kontroll edhe problemet e luhatjes suaj. Studimet kanë treguar se përmes konsumit të vezëve ju mund të bëheni edhe më të vëmendshëm. Vezët janë të mbushura me ushqyes thelbësor, të cilët do të ofrojnë mbrojtje më të mirë për organizmin. Por në rast se nuk ju pëlqen, ka mënyra të ndryshme për ta kombinuar në ushqimet tuaja të përditshme. Proteinat që përmban veza do ju ndihmojnë që të bini nga pesha, kjo sepse do ju mbajë të ngopur për një kohë të gjatë dhe do të evitoni nga dieta juaj të gjitha ushqimet të cilat nuk janë të shëndetshme. Vezët japin energji trurit dhe mbrojnë shëndetin e syve. Kryesisht vezët e zjera janë një nga alternativat më të çmuara për të shtuar në dietën tuaj. Kjo fal ndikimeve pozitive që ato kanë për shëndetin e trurit dhe gjithashtu edhe fal vitaminës A në element të mirë për shëndetin e syve. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.